إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë, dëshmojmë dhe deklarojmë si çdo herë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet posa Allahu Jalla Jalalu, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, hutbën e kaluam kemi fol për një vepër prej veprave që ta mundsojnë me kon bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Po, nuk e kishim fatin ne të jemi bashkë me të në dunjë. Po Allahu Azza wa Jalla mundsoi dhe na la disa vepra që kushdo që i vepron ka mundësi me kon bashkë me pejgamberin alaihi salatu wassalam në xhennet. E këto vepra ishin të shumta, edhe pse shpesh herë ne i dim, po i harrojmë ose i neglizhojmë. E jemi duke fol për një prej veprave që është morali i mirë. Vepër kjo që ndoshta sinin tonë është shumë pak, po te Allahu Azza wa Jalla shumë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Ma shay'un athqalu fi mizani yawm al-qiyamah min khuluqin hasan." Nuk ka diçka, një vepër që peshon dhe rëndon më shumë peshore ditën e gjykimit se sa sjellja dhe morali i mirë. Keni parasysh o vëllezër, ditën e gjykimit vjen peshora dhe vijnë veprat tuaja dhe kanë mumat. Varësisht peshimit do të jetë edhe përfundimi. Nëse peshon dhe rëndon dhe anon anë e punëve të mira, peshorja e mirë, atëherë fundi është xhennet, Allahu na mësoft. Po nëse rëndon ana tjetër, fundi është shumë i keq, Allahu na rujt. Ne mundohemi të bëjmë shumë vepra, që ato vepra kanë mu peshu, mi po harrojmë ndonjëherë se ka disa vepra që ndoshta ne i nënversojmë, ama ato pas kanë më rënu shumë. Por neve ndoshta e kam pak, ama pas kanë më rënu shumë, sepse kështu po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Që ki pejgamber alayhi salatu wassalam që ne kemi yrnek, model në jetën tonë. Që këtë pejgamber sallallahu alaihi wasallam Allahu e lavdron. Dhe i thot në Kur'an: "Wa innaka la ala khuluqin azim", ti keni moral të përsosur. Kur e përshkruan Aisha radiallahu anha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thot: "Kana khuluquhu al-Quran", morali dhe sjellja e tij është Kurani. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, sjellja e tij, morali i tij nuk ishte Kur'an veç në xhami. E jashtë xhamis diçka tjetër, jo. Ishte morali i tij, sjellja e tij Kur'an në xhami, dhe kështu ishte edhe në shtëpi, kështu ishte edhe në pazar, kështu ishte edhe në rrugë, kështu ishte kudo. Dhe kana khuluquhu al-Quran, morali i tij, sjellja e tij është Kur'an, edhe me familjen e tij, po edhe me shokët e tij, edhe me kolegët e tij, edhe me dashamirët e tij, bile edhe me armiqtë e tij. Andaj ti që e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe do me kon bashkë me të në xhenet, e di. Ama mos më kallzo mu tash për ligjëratat dhe hubëve të shumta që i ke dëgju. As për librat që i ke shfletu, as për statusat që i ke postu fetare. Kallzo mu që vepron, që sillesh ti, atëherë kur dikush të ranon. Që vepron dhe që sillesh ti kur zemrohesh edhe kur jedhnohesh. Që sillesh dhe vepron atëherë kur je në pushtet ndaj dikujt, kur ke pushtet ndaj dikujt, që këtu shifet morali i mirë, sjellja e mirë. Ja do bashkë me kon me xhenet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sjellu mirë, shumë thjesht është. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e Abu Umames radiallahu anhu, dhe më këtë hadith po e përfundoj: "Wa ana za'imun bi baytin fi a'la al-janna liman hasuna khuluquhu", ja garantoj një vend në xhennetet e larta dikujt që ka sjelljen e mirë. Po të garanton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një shtëpi në xhennetet e larta veç pse ki sjelljen e mirë. Lutim Allahun të na bën për tërë. Lutim Allahun të na falë, të na mëshiron, xhenetin të na dhuron dhe bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhenet të na shoshron. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وانهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.